Unë të falenderoj që më ki pru deri këto. Edhe inshallah më me të falenderu edhe unë ty me një drejk mas. Inshallah. Hajdar Grace da bëdhët mirë mëngjes i nderuar, programi shumë i mirë, sukses. Faleminderit shumë zotri Hajdar, faleminderit shumë. Nashta ju mundi me thonë që pse Valdrini, kush o Valdrini, çka ka bo Valdrini. A unë më thonë juve që është Wave Festival. Po, Wave Festival edhe Wave Festival, Wave Camping, i cili ofron një përvojë unike, me ishte të dashur. Përvojë unike që kombinon muzikën, natyrën, aktivitetin, ku pjesëmarrësit mund të shijojnë aktivitete të ndryshme që do të ndodhin, planifikime, painting, këto të gjitha të tjera që do të na tregoj vetë, se unë më tregu dhe unë, por nuk është në rregull. Çish keni kalu vjet më sport? Ja nisi me vjet. Vjet kena kalu shumë mirë, veç diçka ka mungu. Unë me gjas si vjet nuk ka me mungu, po për mdohet du me mungu dhe si vjet e kuku për neve. Fatkeqësisht e kisha do qatë bashkë ato ditë gjirime, po njënën për i ditëve nuk kam qare parë. E ki obligim. E kom obligim, po vish më donë dysh. Gjithë këto fjalë të mira për festivalin. Po, e vetë pas më konë. Dëgjues dhe shikues thonë, po ti ai kon vetë. Jo, qysh. Pa di qysh, une shpirti jam është aty, do më thonë. Është e rëndësishme që une tek e fundit me qenë me shpirt aty Valdrin. Sa ditë ka zgjatë vjet? Festivali edhe vjet edhe si vjet është 4 ditë. 4 ditë. Ka pas aktivitetet ndryshme, edhe vjet një gjë që na ka lënë shumë përshtypje është që pjesëmarrësit e festivalit kanë marrë pjesë shumë në për aktivitete. Zakonisht kur dëgjohet fjala festival, shumica e mendojnë këtë pjesën e ndajave, muzikës. Direkt. Te na çka ka qenë e ndryshme vjet, ka qenë numri i madh i pjesëmarrësve në për aktivitete. Aktivitetet janë më të ndryshme prej aktiviteteve te pjesa e bregut detit, ku vizitohen plazhe e gjire të vegjëra, domethënë të paprekura, ku s'ka çadra, s'ka shezllone, te kajak, domethënë lundrimi me kajak, lundrimi me stand-up paddle, zhytja apo scuba diving, që e din trit pak më shumë. Po. Deri te vizitat në për shpellat e famshme të jugut Shqipërisë, besoj gjithë e majnë menat librin e Petro Marcos Shpella e Piratëve. Po. Në kuadër të festivalit edhe të kampingut pastaj, vizitohet Shpella e Piratëve, vizitohet Shpella e Plumave, vizitohet Gjipeja, që është kanjoni më i veçantë në krejt Evropën, prej faktit që derdhet direkt në det. Shumica e kanjoneve në krejt botën derdhen njerë në rrjedhë të lumenjve. Po. Mandej derdhen në det. Për shembull, ne që kemi dëgjuar më shumë është kanjonet e Osumit. Kanjonet e Osumit derdhen lumen Osum, i cili kalon nëpërmes qytetit të Beratit dhe mandej derdhen në detin Adriatik. Ndërsa kanjoni i Gjipes, po, kanjoni i Gjipes derdhet direkt në det, pa ndërprerje, për çato është më i veçantë në Evropë. Vizitohet mandej janë vizitat me karakter historik, ku vizitohet kalaja Lipash te Pelenës në Porto Palermo, vizitohet kalaja Himarës, vizitohet fshati i vjetër i Çeparojit, vizitohet fshati i vjetër i Vunojit. Dhe janë aktivitete tjera që janë në kamping, që fillojnë mëngjes me yoga, me fitness, vazhdojnë masdite me turnet ping-pongut, shigjetari, aerial art, akrobaci, ekspozit pikturave, edhe kuptohet mramjet mbyllën me muzik, po jo muzik që na mëson në shumicën e jo tumtume, po dhe jo muzik që na mëson në shumicën e keq me thon, klubeve që po bojnë muziku, ma shumë ka koordinim buzëve me mikrofon pa bateria, po muzik 100% live, për 3 natë me radhë, edhe që kjo është një farforme, një përmbyllje një dite. Çdo ditë ka aktivitete të ndryshme, ku pjesëmarrësit kanë mundësi më regjistru me marrë pjesë në gara aty në. Po në gara, në aktivitete, ka aktivitete të cilat s'ka nevojë për regjistrim. Shpirtin garus, gjëvishëm ka shumë vetë. Shpërblimet nuk janë shumë të mëdha, po kënaqësia gjatë aktivitetit është tepër e madhe. Edhe ajo çka ka qenë edhe veçantë gjatë vitit kaluar ka qenë edhe që përmi 90% të pjesëmarrësve në festival janë kthy, kanë ardhur në kamping edhe një herë gjatë verës. Edhe nëse e mendon, vjet neve na u liberalizuan vizat. Edhe me bo një organizim ku njerëzit besojnë 2 herë brenda verës mi kalu pushimet te na. Për neve është kënaqësi se
u ka një farë dëshmie që punën që po e bëjmë mirë, tash pak palidhje që velivdoj vetëm. Jo, hiç s'është palidhje se duhet modestia përfundon aty ku publiku nuk është i informuar. Aty përfundon modestia se kjo obligative me shpjegu. Vjetë kemi pas rritjen më të madhe si camping përmi 78%. Domethënë 78% më shumë kemi pas njerëz vitin e kaluar sesa para 2 vjetëve kur s'kemi pas liberalizim vizave. Pra vjet kemi garu si paketë me qyrë na garojmë me krejt. Po gjithë tjetë janë anku e janë friksu prej liberalizimit. Ne e kemi pas rritjen dhe po besojmë që kjo ka ardhur një pjesë edhe për shkak të më me thonë ndashta që fakti që njerëzit po dëgjojnë gjithnjë më shumë, kanë interes gjithnjë më shumë për aktivitete natyrë. Domethënë ka filluar me u bë më shumë më rrit si stil jete ky. Po ndërkohë edhe puna jonë e mirë ka bërë që njerëzit me na vlerësu edhe me ardha aty. En këtë aspekt na ka ndihmu festivali, sepse festivalin e organizojmë 4 ditë e para të kampingut, 4 ditë e para të sezonit veror për neve i bjen. Si hyrje, ne. Si hyrje, edhe njëkohësisht shtojmë aktivitete të cilat bëhen edhe me palë të treta, bashkëpunime. Domethënë për zhytjen kemi profesionistë që angazhojmë, zhytësa profesionistë, të cilin pjesëmarrës të festivalit që hynë në rujë, e përcjellin, e fotografojnë me GoPro në rujë, edhe e përcjellin edhe derisa del. Edhe janë ato pajisjet, veshjet profesionale e gjitha këto. Është numri limituar i pjesëmarrësve Palten? Numri është i limituar i pjesëmarrësve të cilët mujnë marrë. Nuk e te kalon, nuk bëhet ndaj tollovi e pa menaxhueshme. Jo, sepse ne kemi në camping 200 vende, edhe për paketat camping plus festival, i kemi vetëm 200 vende. Tashmë kanë mbet veç edhe 30 vende të lira për çdo paketa. Domethënë camping plus festival. Mandej kemi edhe 300 bileta të tjera që janë veç festival. Për njerëzit që dojnë për shembull me ndajt në hotel ose dhomë, edhe dojnë me ardhë me i bo 2 aktivitete sot, me marrë pjesë në ndaja, sonte, nesër edhe 2 aktivitete tjera, prapë merr pjesë në ndaja. Domethënë ka bileta veç aktivitetet festivalit dhe ndaja, edhe që nuk janë domosdoshmë me akomodimin në camping. Me akomodimin në camping ne i kemi veç 200 vende edhe nuk ju del prej kontrollit. Jo, nuk e shtojmë sepse çështu e kemi marrë edhe kampingun, se domethënë me aqel një tendë është shumë lehtë, është sikur një restorant me qit 2 karrika shtesë ose 2 tavolina shtesë, po kur i 2 tavolina shtesë duhet edhe një kamarier shtesë. Edhe për neve duhet kur ja çet kamerën duhet edhe një barman. Edhe një barman, duhet tushe shtesë, duhet toalete shtesë, duhet staf shtesë në kuzhinë, sepse në paketa përfshihet jo veç fjetja, akomodimi, po përfshihet edhe mëngjesi edhe darka. Domethënë është një farë forme gjithçka e lidhur zinxhir, që nëse ti e shton numrin e pjesëmarrësve në mënyrë të shturur, edhe të pa organizuar mirë, atë normal njerëz kanë më kënaq. Neve u na rrit puna pikërisht për faktin që njerëz kur po vinë, po kalojnë shumë mirë dhe po kënaqen shumë. Pikërisht. Unë Valdreni kom ndoq këtu 5 pika diskutimit bashk, që është pika parë është rreth festivalit, që ne veç e folëm rreth festivalit. Për shembull, si lindi ideja, kjo është një prej cili lindi ideja kampingut dhe festivalit? E kampingut, unë kam qenë vetë në një kamping në Jalë, të cilin e kanë organizu disa të Tiranës, edhe pas 3-4 herë që kam shku vetë, i kam thonë që po e bëjmë një bashkëpunim dhe po e bashkë organizojmë, që të ketë edhe njerëz nga Kosova, edhe nga Shqipëria, edhe nga vendet e tjera të botës. Domthonë prej përvojës mirë që pas ke pas. Po, prej përvojës mirë që kam pas. Edhe tani kemi punuar bashkë. Atë ta bëjmë më mirë, garant. Po, hajdet edhe ta bëjmë më të madh. Po, më të madh, po. Domethënë në Shqipëri janë dikun 3 milion banor, në Kosovë rafërsisht 2 milion. Po, ka vend për. Po, ka vend që me punu bashkë, jo vetëm për kampinge, për breakdet, po për shumë çka tjetër. Po, minimalisht çka mund me bësh në vendet ku kalojmë na vet, pse mos me bëu bashk. Është sikur projektet filmike ku merr pjesë ti, normalisht më të suksesshme dalin kur jemi gjithë shqiptarët bashkë, jo vetëm Shqipëri e Kosovë. Edhe kemi pas bashkëpunim 7 vjet, mandej kemi një farforme e kemi shputat bashkëpunim, pa të keq, po ne kemi ndru pak lokacion, në mënyrë që kemi dalë në një vend ku ka pak ma shumë hije, ka pemt, ullit, që bojnë hije, edhe është ambient tjetër, edhe kemi fillu vetë. Experience tjetër. Ndërsa me festivalin, ideja ka qenë që çdo vit, se në korrike gusht, shumica e vendeve në Bregdet kemi punë shumë.
sfida jonë, me thonë biznesore, është në qeshor me rrit punën. Për me rrit punën qeshor, duhet me bo gjana ma interesant për njerëzit. Dhe për me bo gjana ma interesant, ne gjithmonë hapjet kemi tentu me i bo ma interesant, ku kemi ofru shërbime pa pagesë për njerëzit. Për shembull, ose vizitat në kala, ose një shëtitje me ani, ose diçka të ngjashme. Dhe vitin e kaluar, thamë, po e fillojmë festivalin me 30 aktivitete, ku për 30 aktivitete njerëzit sot janë të paguajt bileta e festivalit pa camping kushton 49 euro. Po. Për ata që vinë camping plus festival, me llogarit biletën e festivalit i kushton 39 euro. Veç zhytja, për ata që nuk e din, kushton 60 euro në zë. Ja parë këta njerëz. Hajde të japë edhe 30 euro për kry. Do më thonë është shumë lirë. Do më thonë, aktivitetet zhvillohen në një farforme me çmime promocionale, pikërisht me idenë që edhe na me mujt me punu në qeshor pak, po edhe njëkohësisht mi promovu ato aktivitete që i zhvillojmë gjatë krejt verës. Se me 5 gusht na i bojmë krejt këto aktivitete dhe një farforme na e dim që kena me pas punë me 5 gusht, po ideja është mi nxit njerëzit me ardhë dhe me 15 qeshore, 20 qeshore. Edhe është pak ma fillimi i sezonit, është edhe emocionalisht ma mirë. Po normal, edhe për njerëzit që vinë në qeshor gjithë është shërbimi ma i mirë. Keni kohë ma shumë. Po unë e kumësu këto vetë pi shërbime që i ofrojmë na. Se nëse ti vjen qeshor, unë thëmë, Edi kur të kthehet në Gjakov, ose kur të kthehet në Prishtinë, ose kudo që kthehet, ky kur të kthehet ka me mlivdu. Edhe te ata që kanë me ardhur në ngusht, ata vinë prej lavdatave të Edit. Domethënë na vetë hotelieria në Bregdet gjithmonë ofron shërbime më të mira në fillim të sezonit. Sepse na e kemi idenë që kalojnë këta mirë. Shkon si pjesë promocionale ajo. Po normal, edhe tani pjesa tjetër vjen si inercion i sugjerimeve të këtyre që veç kanë ardhur dhe kanë kalu mirë. Perfekt. Domethënë me sa kuptum, Wave Festival, Wave Camping e dallon festivali. Të tjerat nuk kanë festival, kampingje të tjera. Domethënë kjo është njëra prej dukurive që e dallon. Edhe aktivitetet që i bëjmë vazhdimisht. Domethënë nasi camping nuk shkon ditë pa minimalisht një aktivitet. Domethënë gjatë krejt verës o fjala. Çdo aktivitetet të festivalit që i bëjmë, na i bëjmë edhe në camping në kushte normale, po kuptohet nuk janë me çet intensitet. Po e koha që shko me majta, a jeni interesuar se tash na kanë ardhur mundësit mi ditë? Deri tash kohën pe jep shumë mirë për muajin qeshor, dhe ndoshta për neve ka qenë fat çto mujt e pranverës që pat pak më shumë rreshje se sa që ka zakonisht. Është të shku marr, po mdohet si herë. Edhe vitin e kaluam neve, domethënë ditët e festivalit nuk ka pas hiç rreshje, përkundrazi ka qenë koha tepër e mirë, ka qenë shumë përshtatshëm për neve sepse normalisht që edhe me kanë temperaturat shumë të nalta të papërballueshme, normalisht edhe aktivitetet mandej zhvillohen më me vështirësi, sepse janë aktivitete që zhvillohen breg detit ku temperaturat janë të nalta. Valdin, po më intereson e dim se çdo organizim, çdo tubim, çdo iniciativë ka dhe sfidat e veta. Po më intereson sa kohë ka marrë përgatitja e edicionit të plotë të festivalit. Edhe a ka pas sfida dhe cilat kanë qenë ato? Përgatitja i merr minimalisht 3 muaj, domethënë na fillojmë caktimin e datave e kemi bë veç prej janarit, më thon, sa ka fillu viti i ri. Në relacion me kampingun, përgatitja merr kohë më gjatë, për shkak se shumicën e materialeve që i përdorim mundohemi me qenë materiale më të mira, e për me qenë materiale më të mira, shpesh herë na duhet me ndjek vendet ku po i marrim. Për tendat na i kena të një brendi Decathlon, për ata që e din botën e hikingut edhe këtë botën e aktiviteteve natyrë, outdoor, e din që Decathloni është një prej brendeve më të mira në botë ndoshta për materialet që i ofron. Edhe normalisht që është sfidë se jo gjithmonë mund të shmigjet materialet me çmime të duhura, në mënyrë që mandej ti vetë si biznes mos më rrit çmimet. Po. Se edhe kjo është një pjesë e sfidës që është besoj për secilin biznes në vitin që po jetojmë na për shkak të ngritjes çmimeve zinxhirore. Inflacioni po ndërkohë gjithmonë duhet me mendu pak edhe prej anës së atij që vjen mi kalu pushimet e na. Edhe kur e mendojmë prej anës ti, nuk mundesh mi bë çmimet veç se po vendos ti si biznes, edhe rrjedhimisht duhet një farforme me tentu me i gjet materialet kanë herë me zbritje, kanë herë me çmime më të lira në mënyrë që ato me ofru. Domethënë sfida kryesore, po të tregoj drejt, 2 vitet e fundit janë çmimet. Domethënë çmimet që janë rrit sepse na ofrojmë një shërbim, jena hallka e fundit e një zinxhiri.
edhe gjithmonë potenciali është shumë i madh që pakënaqësia me u shfryt te na, përderisa nuk varet veç prej neve. Domethënë na kur e ofrojmë paketë mëngjesin edhe darkën, na ushqimet kena me bledi edhe nuk varen prej neve, nuk është nuk është se na mujmë me thonë okay, po e bëjmë një çumshtore vet, edhe po e bëjmë djathtin vet, edhe po e bëjmë krejt vet. Hajde mu çun 6000 lopën krejt bash. Edhe apo na çet lopa për krejt, do të mas nej pikë pyetje. Valdrin programin dhe përmbajtjen veç e kallëzu me folëm, sepse kom pas si pik programin dhe përmbajtja. Koknagut pakun. Ja, mirë jemi. Pjesëmarrësit dhe komuniteti e kom marrë tu. Si ka ndryshu profili pjesëmarrësve gjatë viteve, a vinë më shumë vendas atë huj, edhe çka ka bo komunitetin lokal për mi përkra ose për mi ndihmu këtë ngjarje. Për krahasit më me thonë 2 vitet e para kur kemi bo kampingun, kur kemi bashkë organizu, kanë qenë kryesisht pjesëmarrja ka qenë kryesisht për shkak të çmimeve. Domethënë shumica e njerëzve kanë ardhur se ka qenë shumë lirë. Po mandej edhe na kemi shku tu i përmirësu kushtet, edhe me përmirësimin e kushteve gradualisht ka filluar me ndrru edhe klientela, po them që çka kom pa 2 vitet e fundit, 3 vitet e fundit është që pas pandemisë realisht, jo 3 vitet e fundit, po ka ndrru në përgjithësi mendimi për çka bëjmë në kohën e lirë, edhe çka janë pushimet, qysh i bëjmë pushimet. Shumica e njerëzve dojnë me pas pushime më aktive, në cilat gjithmonë bojnë ose eksplorime në pjesën e Brekut Detit, ose mësojnë për historinë, edhe për çato jemi mundu këtë këto i përfshim në për paketat tona. Domethënë nëse vjen me 3 ditë në kamping, është e pamundur të pa e vizitu një plazh pa prekur, është e pamundur pa e bëu një shëtitje në një vend historik, edhe është e pamundur pa pas aktivitete gjatë mramjes. Na herë ka muzikë rreth zjarrit me gitare, na herë ka film që shfaqet në kineman tonë verore, na herë ka lojra grupore rreth zjarrit që i bëjmë, e ndërkohë janë këto lojra tjera që janë kamping të zakonshme si raketaçke, ping-pongi, pikado, letrat, board games, kështu lojra tavoline, cilat janë krejt pa pagesë. Domethënë gjithçysh ka aktivitete që pushimet mos më kanë monotone, del plazh. Jo, bëni pa pagesë, po mos pelujnë tines ata me parë. Ja. Në tavolinë kështu, njëri tjetër, ja tha parët. Është ndaluar me ligj. S'është që rrezikon ai kush në pushime. Përshëndetje Edi, po thotë pas keni mosafir shumë të mirë. Kështu po thotë Binan Gjakov të ura fshet e japim kajherë për jurës. Është kujtim Shala. Është një bashk qytetar joni që jeton Kujtim Gurani për ndryshe njihet, që është kërcys i urës shejt prej viteve yhy. Bile mdoket edhe tash në këtë mosh, kujta ka kcy prej urës, nuk e di. Don Gjakove din shumë mirë që është tradicionalisht në majt edhe gara, të cilat fatkeqësisht po shuhen, edhe po thot kujta që kena nevojë për njerëz si Valdrini i marrë pakës me bëni me bo diçka edhe kënej. Çka ta merr mendje si ide? Po gjithçysh muj me bo diçka, po ndërkohë krejt ata adhurues si kujta që kanë qef me kcy prej lart, deti jonë është shumë sfidues prej faktit që është shumë i pastër. Po. Nëse kthem prej 4 metrave, duket se jetu kthy për 10 metrave. Se ujin nuk e sheh limitet, ti e sheh veç fundin e detit. Edhe rrjedhimisht adrenalina rritet. Edhe shumicës djemve 3 Gjakovës që thonë që kemi përvojë me kërcimet, kur vinë, unë ju sugjeroj me shku te xhiri i akvariumit, është një plazh pa prekur. Wow. Edhe emrin e ka akvarium pikërisht se është si akvarium, pra në 2 anë është me shkëmbi, edhe e ka një burim nëntoksor të ujit të pishëm, që e bën edhe ujin më të ftoftë, e njëkohësisht edhe e bën me udok kristal. Dhe me kur kthen ti shkon të ftoft trupi, se shkon edhe prej tutës, për emocionet dhe prej ujit, burim. Po, i guri më i lartë është 5 metra, po unë kur ta kshyrim dokën 50. Pa, aty do të më gjyresh. Jo, unë kësej prej 1 metër e gjys. Po ka plot adhurues që vinë edhe e dojnë çat adrenalin, edhe e dojnë me boçat çato kërcimet prej lartësisë, edhe ka plot djem 3 vajza të reja, të cilët vinë edhe e sfidojnë veten. Unë më një herë çatu direkt, jam ka shoh veten. Kështu që kushdo që vjen aty, na në përgjithësi të gjithë njerëzve i sugjerojmë sa më shumë me pas aktivitete në gjatë kohës së qëndrimit në kamping, me pas aktivitete për cilat nuk duhen me pagujt. Po. Më thonë, ma mirë është për mendimin tonë, me shku me vizitu këto plazhet e Veçxha, me pa bukurinë që e kena si shqiptar, bukurinë që na ka dhënë natyra Zoti, me i shiju pa pagujt shumë.
Ka njerë ma shumë knaqesh të akvariumit të djek dilli pa çadër hiç, sesa që knaqesh në për rezorte ku pagun 100 euro çadrën e pagun 10 euro një shishe ujë. Do të thonë kënaqësia nuk vjen domosdoshmë nga shpenzimet e shumta. Bile i kom do shok Gjakovës më kam mësu, kam thonë kursimi o kulturë. Normal, kursim. Kur të arrin në atë nivel, në atë pikë të edukimit kulturës më kursy, atëherë ke mësu diçka. E Valdrin, po më intereson, a ka përmrena kampit vende ku mundesh me ble diçka, për shembull me ble ndaj ushqim, ndaj ujë, ndaj san. Kampi ofron mëngjesin edhe darkën. Për mëngjes i kena krejt senet si në hotel, për dallim prej hoteleve që i qesin 2-3 lloje djathave, na e kena një, po e kena shumë të mirë. Një po të mirë. Po. Një po të mirë. Edhe darka është shumë e kënaqshme, është një pjatë gjellë, një pjatë sallat, një pije freskuese për secilin, për mëngjes për darkë ujë pa limit për secilin, edhe një kostesh na e kena barin e kampit që funksionon me çmime të marketit. Pra, shesim pije aty, kafe, edhe një kostesh shesim edhe çështo ushqime të vogla si snacks, jo chipsa, jo diçka që ka nevojë dikush me mi aprish pak. Super. Para bukës shoh më super. Po çmimet i majm, çmimet të marketit. Domethënë, pavarësisht se njerëzit kur janë në kamp s'kan problem tjetër kur për popull, me të dash. Kjo është me punu për popull. Me bë këtë mundi edhe në fund me punu për popull. Valdrin, edhe për vetes, edhe na kënaqemi. Po, normal, po. Edhe kampingu është dëshmia që mundesh me punu, me fitu pak, se sofron ai shërbimi për cilin duhet me fitu shumë. E fiton një ndërkohë edhe fiton shërbim korrekt ndaj njerëzve, edhe njëkohësisht vepron me shembull. Kjo vepron me shembull se për shembull kohëve të fundit na këtë pindëzojmë të fol për çmimet. Po. Edhe bashkë më ra në Prishtinë me fol me Shëndet, me një shok i cili e menaxhon një lokal. Po. Fol ke për çmimet e furnitorëve, ndërkohë edhe çmimet në lokali ku punon ai kanë shumë strejta, din. Po, hajde po bëjmë diçka na, domethënë ideja është që nëse të fitojmë më pak. Marsha fitimit le të jetë pak më e vogël, pra nëse ty po duket jo korrekte që po rriten shumë çmimet prej furnitorëve. Po. Çmimet nuk kanë hyrë në nivel botëror të po marrim shembull të mishit pulës. Po. Çat sa ti 20 vjet që e kishit 3 euro me bosat 4,5. Domethënë nuk kanë hyrë çat çmimet. Pikërisht. Pra nëse s'kan hyrë çat çmimet, pse ti po e bën? Domethënë edhe kanë njerë edhe na vetë pa vetëdijshëm. Në fakt mi thonë se keni hyp marshën e fitimit. Apo një pyetje që ka pas bë kryeministri për bruto produktin diçka, po thon. Po çysh me Valdrin. Bashkëpunimi edhe perspektiva e Wave Festivalit po mdoket që është të shku shumë mirë, shumë përpara, është të pas çdo vit diçka më të re. Tash veç e ki përmbyll programin, me siguri se çka ka me pas. Po atë ka ardhur diçka ide që kemi bë vitin tjetër. Po si vjet jena të rritë skenën e festivalit. Po. Skenën e muzikës, domethënë kur performojnë bendet, normalisht që jemi të tentuar të bëjmë kushtet më të mira objektive, zërim, foni, ndriçim, gjithçka më mirë, që me pas mundësi edhe njerëz të tjerë që s'janë camping me marr pjesë në festival, sepse ka shumë interesim, po e shohim. Edhe një kostesh që ka përdojmë e bo është mi rrit aktivitetet cilat zhvillohen në për lokacione të ndryshme. Sepse nëse Edi ka ardhë vjet, i ka bo disa aktivitete, si vjet vjen prap i bën disa aktivitete, po vitin tjetër, kur dënë me ardhë në Wave Festival, prap kam i pas disa aktivitetet cilat si ka bo. Po diçka të rejtë, do më thonë gjdo vit është të mendu në këtë aspekt. Po, gjithësysh, që si vjetë, edhe vjetë kemi pas një bashkëpunim me Dokufestin, festivalin ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe shkurt, i cili një farë forme ka vendosë Kosovën hartën e botërore të filmit, ka bëni punë të jashtëzakonshme. Për neve është prestigjë me pas pjesë të festivalit tonë. Kështu që si vjet ideja është që jo filmat me u shfaq veç në hapësirat e kampingut dhe të skena ku do të bëhen ndajat, po filmat me u shfaq edhe në lokalitete tjera, ku potencialisht me këtë rast mujmë edhe pushuzve në Shqipëri, pushuzve të hujt cilët janë në rritje çdo vete më shumë, mi tregu që jo veç Bregdetin e kemi, na shqiptarët, po na shqiptarët bëjmë edhe, përveç që bëjmë filma shumë të mirë, bëjmë edhe festivalet, filmave ku vinë prej krejt botës, vini ju të na. Kështu që njerëzit që vinë në Bregdet për pushime, domethënë për plazh, me njoftu edhe me çka bëjmë mirë në vendin ton, e çka bëjmë mirë jo veç si festival, si organizim, po çka bëjmë mirë edhe në aspektin artistik, kulturor, gjithçka më shumë. Pra ideja është që çdo vete më shumë mi shumëzu
numrin e aktiviteteve, e njëkohësisht me shumëzu edhe realizimin teknik të natyrës tyre në kuptimin e lokaliteteve të reja. Si vjet një shfaqje të filmit do ta kemi në mes të fshatit Vuno, fiks për ata që kanë qenë një gedin, fiks kur e kalon semaforin, kur është ai kaldërmi aty do ta kemi një shfaqje të filmit, që do të jetë shumë interesant si realizim. Pjesëmarrësit keni ndaj busa ndaj diçka, shkojnë me ne kemi transportin në kamping, domethënë kemi autobusa, minibusa. Për këtë filmin, kështu shkojnë të gjithë organizuar. Shkojnë për ata që kanë interesim, shkojnë në mënyrë të organizuar, e njëkohësisht ideja është që m'ia dhon mundësinë që me pa dhe tjertë jashtë këtyre në kamping. Ndërsa për këta të kampingut gjithmonë i organizojmë këto, edhe të gjitha këto janë në kuadër të çati çmimit të festivalit, më fal. Domethënë edhe vizitat nëpër kala, do përfshi këtu transportin me autobus prej kampingut te secila kala, do i përfshi edhe biletat e kalave, janë të përfshime në biletën e festivalit, që kushton veç 129 euro bashkë me akomodimin kamping, ndërsa ajo pa akomodim kamping kushton veç 49 euro. Nuk e di, shka me bo ma tepër për juve njeri. Shka me bo. Valdrin, e di me, shohim që është shumë e rëndësishme që ky festival dhe ky kamping bëhet në Shqipëri, e jo diku tjetër, edhe është shumë e rëndësishme për neve, që ta promovojmë edhe vendin ton me bukurit që veç i lumi Zot ka ditë mi fal këtij populli, këtij vendi. Po bashkia atje, komuna, qeveria, ministria e kulturës dhe çështjeve rezidente që është dhe çështjet kjo Ministria e Turizmit. A e din këtë ngjarje që ndodh? A janë mirënjohës, a janë falendërues, a ka ndodhur më të jap ndaj mirënjohje ndaj diçka? Mirënjohje jo, dhe s'po na duhet mirënjohja, çka na duhet është përkrahje në kuptimin e realizimit të punëve dhe të aktiviteteve. Kur e kemi nis pa idenë që me bo bashkë me bashkin, rrjedhimisht e bojmë edhe vetë në një farë forme, jo veç na, krejt organizimet mujnë me bo këto, po çka kemi pa në këto 11 vjet, unë çka kam pa, të gjithë ekziston një përshtypje që qysh presin ata atje si dojnë shqiptarët e Kosovës. Po pa lidhje do propaganda malazezase. Po ndërkohë unë thon propaganda malazezase. Ndërkohë na kalojmë tepër mirë në Vuno me kryesinë e fshatit fillimisht, se na jena aty për ditë, nuk është për ditë bashkia. Domethënë kalojmë shumë mirë me bashkinë e Himarës po ashtu. Domethënë për neve për shembull si biznes hotelier në Bregdet ose si organizim si festival. Nëse një ditë, një orar, bashkia nuk e dërgon mbledhësin e mbeturinave, për neve është sfidë e madhe. Domethënë për neve përkrahje shumë e madhe është çaj vjen 5 herë në ditë. Për neve po, përkrahje shumë e madhe është që na mujmë shfrytëzu këtë hapësirat publike përderisa i lojmë ato të pastra. Për neve përkrahje shumë e madhe është që gjithmonë edhe policia shpesh herë ka mirë kuptim kur të i kalohet në orar 10-15 minuta. Domethënë janë gjana të vogla, ka edhe siguri prej policisë. Ka siguri prej policisë, ka përkrahje prej bashkisë për aktivitetet që i zhvillojmë në publik, domethënë në hapësira publike. Edhe njëkohësisht ka edhe përkrahje teknike me thonë, sepse ka njëherë këto organizime din me kanë sfiduese, njëherë bjen një sklop ke rrymës dikon edhe është domethënë nalët muzika në festival. Edhe me njëherë ka panika. Po edhe ka panika të gjithë, mos me pas përkrahjen të institucioneve, normalisht që është më vështirë, na i falenderojmë për çfarë sa na përkrahin, normalisht që është në interesin e dy palëve bashkëpunimi, sepse ky organizim po i promovon bukuritë natyrore të çatij territori, çasaj zone, po njëkohësisht edhe po sjell njerëz të cilët potencialisht po lojnë financa në bizneset e asaj zone. Edhe për këto i falenderojmë gjithë bashkëpunëtorët tonë atje që shpeshherë na gjenden sa herë kena nevojë, edhe që në një farë forme të qenë larg me shtëpiat tona, me njohjet që i kemi pas. Normalisht që mos i shkon kjo përkrahje, i shkon mos me thane pa mundur, po tepër e vështirë realizimi edhe i festivalit, edhe njëkohësisht edhe i kampingut. Une po tentoj me gjetë çtu ndonjë foto veç faktës. Kështu?
Po, super. Hajde bash ta shohim bash. Hajde, apo im të videot? Tash ti e din cilën. Sa është? Hajde po. Ta shohim veç pakës një atmosferë të qastit. Shumë atmosferë mirë, shumë bukur, me hek këto përditshmërit që na kanë myt. Edhe në këto ndajat e kampingut, Po, që po shfaqen tash, në këto ndajat shumica pjesëmarrësve kënaqen edhe prej faktit që nuk ka nevojë shumë me undreq për me dalë këtu. bash. Jenë kamping, Edhe nuk që edhe qyrë një kur pitë që pak zonë. Rreth zjarrit me muzikë e me dashni e me harmoni vetëm në Wave Festival, në Wave Camping, bashkë me Valdrinin e me kolegët e me partnerët e tij. Valdrin, të falenderoj shumë. Na muj me fol të gjithë ditën, po koha jonë përfundoi. Po besoj që kemi thonë gjithë ato që duhet me thonë, edhe s'kena me të bërgj publikut për diçka. Faleminderit juve për mundësinë, edhe vitin e kalum edhe si vjet, edhe po du mi ju falenderu për promovimin e aktiviteteve si Wave Festival edhe Wave Camping, jo pse e bojmë na, Po. ose gjithë kur shohim diçka të keqe në media që na pëlqen, krejt pishojmë mediat. Pikërisht. Kur shohim diçka keqe në biznes që s'na pëlqen, krejt Krejt i pishojmë shohim. bizneset e Me caktuara. anis me levduka E pa. tash duhet mi anis me lavduka pak që mi thon njerëzve që nëse bosh çështu dojmë krejt. Po, pra. Do të thonë që ashtu qysh ti pe lëvdon kampingun ton se po të pëlqen si natyrë, edhe na që bëjmë organizime duhet mi lëvdu mediat kur bëjnë punë të mirë. Faleminderit Do të shumë. thonë ky promovim që pi ja bëni Wave Festivalit, Wave Campingut, pas një interes pa paguajt për marketingun, që është ndodhë rëndom në plot vene, edhe organizime, edhe me dëshirën veç me i ndihmu organizimet e mira. Bile dhe prej aty kena me hill live. Prej aty kena me hill live për emisionin ton me tregu sa kena bo prom, sa do me bo sot çdo ditë. Po flas gjithmonë tu tentu në maksimumin e mundësive mi koordinu punë për me qenë pjesëmarrës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Valdrin.